Nuk ka patur përplasje, ka patur një bllokim të procesit, i cili aktualisht është i pezulluar për shkak se kanë tentuar të votojnë persona të cilët nuk rezultojnë në listat e antarësisë, të cilat janë listat të konfirmuara, me të cilat është votuar në procesin e fundit zgjedhor në Korçë për zgjedhjen e kryetarit, si dhe nuk paraqisin dokument antarësie, ashtu siç kërkon rregullorja e procesit të votimit e miratuar nga KOKOE në qendër. Dy kushtet për të votuar janë ose të gjendet emri në listën e antarësisë, ose zgjedhësi që paraqitet për të votuar të paraqisë dokumenta identifikimi personal, si dhe dokumentin që provon antarësinë e tij në partisë në një periudhë të caktuar. Në mungesë të këtyre dy rekuzitave, personat nuk marrin konsensusin e komisionit për të votuar. Për shkak se ka patur janë demokratë, i njohin antarësia e komisionit. Këtë çështje e vendos komisioni, nuk na takon neve që jemi jashtë procesit për ta parë. Komisioni sigurisht në punën e tij orientohet nga udhëzimet, të cilat vlen për gjithë Shqipërinë, vlen nga Tropoja deri në Kornispol. Në mënyrë të njëjtësisht është votuar në gjitha degët, do të votohet edhe në procesin e Korçës dhe prandaj kemi bërë thirrje kandidatëve, si dhe komisionerëve, të cilët janë antar kryesie, janë persona me përgjegjësi politike, që të zbatojnë rregullat dhe udhëzimet e procesit të votimit, si në gjithë Shqipërinë, në mënyrë që dhe në Korçë bëhet një proces i qetë. Aktualisht në pritje të qetësimit të situatës dhe të sqarimit të atyre personave të cilët kanë ardhur për të votuar, procesi është pezulluar dhe shpresohet që të rifillojë së shpejti me rregulla sikundër ndodh në gjitha degët e Partisë Demokratike. Në qoftë se procesi rifillon, do të rifillojë me ato rregulla dhe procesi është i pacënuar deri në këtë moment. Deri në këtë moment ata persona që kanë votuar sipas listës së zgjedhësve dhe në moment që do të rifillojë procesi deri në mbyllje të tij do të votojnë vetëm personat që kanë emrin në listë dhe kanë dokument identifikimi të partisë, pra janë antar të Partisë Demokratike, pavarësisht se çfarë kohe është lëshuar tesara e Partisë Demokratike. Të jeni të sigurt që procesi kur të rifillojë, do të rifillojë i pacënuar, qoftë nga aspekti i integritetit të votës, qoftë nga aspekti i procesit. Qëllimi jonë është që të gjitha palët të jenë të sqaruara, të jenë të qartë, gjithë kandidatët të jenë të qartë, sikundër dhe antarët e komisionit, në mënyrë që procesi kur të rifillojë të jetë i pacënueshëm edhe në pikpamjen e besimit nga gjithë demokratët që presin për të votuar. Çfarë prisni që të fillojë procesi? Dakordsi me palët? Jo. Duhet që të gjithë pjesëtarët në garë, pra dy kandidatët në rast të parë dhe antarët e komisionit, të cilët janë ata që duhet japin besim procesit dhe antarëve të Partisë Demokratike që vinë të votojnë, të jenë të qartë për rregullat e lojës, të cilat e ripërsëris janë të vlefshme në gjithë Shqipërinë dhe nuk mundet të shpikin për Korçën rregulla loje të ndryshme nga ato që janë në 71 degët e tjera të Partisë Demokratike. Kështu që deri në sqarimin dhe qartësimin e kësaj situate, në rast të parë për ata që janë aktorët e këtij procesi, procesi është pezulluar, por jemi besim plot që procesi do të rifillojë së shpejti me rregulla loje të njëjta, jo vetëm për dy kandidatët, por ripërsëris të njëjta si ato që janë në gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Pasur vazhdimisht po doja në përgjithësi, jo vetëm me Korçës, probleme me listat. Nuk ka asnjë proces zgjedhor të shkëlqyer, sikundër edhe Partia Demokratike nuk ka patur asnjëherë procese të shkëlqyera, ka pasur procese shumë të mira, por e rëndësishme është që procesit mos i mungojë ajo që është elementi thelbësor i tij, besimi në integritetin e një procesi të drejtë. Sigurisht problematika teknike ka dhe në procesin e zgjedhjeve të përgjithshme që menaxhohet nga një institucion tjetër me shumë më resurse dhe shumë më eksperiencë se komisionet e Partisë Demokratike, pra proceset që menaxhohen nga KQZ-ja. Neve jemi këtu për të qetësuar të gjitha palët dhe për të dhënë garanci që procesi të jetë në integritetin e vet të jetë i pacënuar. Faleminderit. Momenti i parë ishte te pjesa e demokratëve. Ishte një rast, ishin dy raste nga komuna Drenove dhe ishin për të votuar. Problemi qëndron që ne nuk mund të përjashtojmë asnjë demokrat të votojë. Nuk e kishin emrin në listë dhe ne nuk mund të pranojmë që ata që janë kryetarë dhe që janë pjesë e Partisë Demokratike të rinë pa votuar. Ishin drejtuar struktura. Dhe nuk e kishin emrin në listë. Unë fola dhe me kandidatin tjetër dhe këtë e mora dhe dakordsinë dhe nga kandidati tjetër që
po është ky problem që ne nuk I kemi emra në listë. Tani pa një listë të saktë dhe pa pasur të gjithë demokratët, të gjithë ata që duhet jenë përfshirë, ne nuk mund nuk e ka asnjëri të drejtin që të parashtrojë asnjë. Unë mendoj që në një moment tjetër, mbas edhe listat të jenë më të sakta, të punojmë për ato lista, që të vijë momenti që të jemi të gjithë përfshirës. Mos largohet asnjëri. Ne edhe këto zgjedhje pse I bëm? Ne këto zgjedhje I bëm për të përfshirë tërë demokratët. Këto janë zgjedhje demokratëve. Se ka asnjëri të drejtën për të hequr asnjë njeri nga lista. Pra sot nuk rifillon procesi. Një diçka Arito. Po. Këta njerëz kanë votuar më përpara dhe janë pastruar listat tani apo Po, ka pasur njerëz që kanë votuar më përpara, patjetër që ka pasur njerëz. Unë duke qenë pjesë e Partisë Demokratike dhe kemi ndjekur të gjitha proceset, të paktën në 13 vitet e fundit e kam të qartë këtë pjesën e votimit si është bërë dhe kemi antarë, sekretarë, kryetarë të Partisë Demokratike që s'janë në listë. Lista nuk pse nuk janë në listë. Tani kjo është një proces që do ta menaxhojmë përsëri ose edhe mund të ishte mirë menaxhuar më përpara. Në lista gjatë 24 orëve të fundit apo jo? A keni komisioner apo jo? Jo, gjatë 24 orëve të fundit nuk janë për pastrime sepse kjo s'është një proces një ditor, ajo është proces po themi në vite, nuk është I sotëm. Arito, ju kërkoni saktësimin e listave. A mund të bëhet saktësimi I listave brenda ditës së sotme? Jo, sot s'bëhet, jo. Pra ju nuk do pranoni që të rifillojë procesi sot? Patjetër, duke hequr antarët e Partisë Demokratike nuk mundet. Faleminderit. Oba. Kreka, çfarë po ndodh? Është një situatë që po ndodh që nuk po bëjmë do të dakord me drejtuesin e Sharkut dhe me ish-kryetarin e Partisë Demokratike për arsyeën e listave, sepse shumë demokratë nuk e kanë emrin në listë. Sekretar seksionesh, kryetar grup seksionesh, ta njerëz duhet të votojnë. Ta thonë duhet të kesh kartë. E ka humbur kartën ai. Po kjo është situata. Njihen se janë pjesë. Janë pjesë, po. Edhe komisioni I shumë mirë. Çfarë diskutuat deri tani? Ja, kjo është situata. Dhe cili ishte mendimi Që s'kemi rënë dakord akoma. Mund të shtyhet si proces? Mund të shtyhet, po. Drejt asaj rrugë. O zotërin, të flasën në qikë. Kino I visë ti, të lagjes, të fshati, ke jo. Që s'faqën po fare? Vajme ti lista që do në një si partizan. Aje I me që duam do lista. Vjale, ku e që ti të shëjtë të Mas 5 minutas na dërgoni listën ti. Ku I qeti? Ku I qeti? Ordineri. Vai nga deputeta pinguinë dhe Unë jam simpatizant për të vitë votojnë. Që atër demokratë, nuk janë socialistë. Se kame. Qa do fitoni, jo? Kur ta shikoj? Unë shikoj. Po të shikoj ka shumë. Normal e në trishim. Normal e në trishim. Naja po të pushteti. Po I këta që sa në bejtë. Po të mund në Iranë një. Mas prejtë, spejtë më lishtë. Ma shkatua. Që ka finim. Genera pistone. Genera pistone. Të danë karteza e Partisë Demokratike të të dhe përballu me një shumë i shërë të votojnë si demokratë original demokratë plasmi votoni si duhet
Jemi një lagje ne. Ku e ke testin? Testin, ma mori partia mo. Kur votuam, da dhe parë. Tash mos më servilla që të pruara Katerinë të voton. Ja na ubere tash ti me letra Asja të mos votoj fule. Asja mos votoj. Po e që mere në politikë së nëmë, po e që i viri nga të trafi. I vi ka punën e tia. Lutini mjerë. Lutini bashkë.